Bashkëpunimi doganor mes Kosovës dhe Shqipërisë po hyn në një fazë të rithellimi. Kjo u konfirmua në takimin zyrtar mes drejtorit të përgjithshëm të doganës së Kosovës, Agron Llugaliu, dhe homologut të tij shqiptar Besmir Beja, ku u diskutuan arritjet aktuale dhe prioritetet e përbashkëta për të ardhmen. Të dy drejtuesit vlerësuan nivelin e lartë të koordinimit ndër-institucional, duke theksuar se rezultatet e këtij bashkëpunimi janë reflektuar në procedura më të shpejta, efikasitet më të madh operacional dhe rritje të ndjeshme të qarkullimit tregtar ndërmjet të dy vendeve. Një nga temat kryesorë të takimit ishte funksionimi i zyrës doganore të Kosovës në portin e Durrësit, e cila u cilësua si një hallkë strategjike për ekonominë e Kosovës dhe një lehtësi konkrete për operatorët ekonomik. Po ashtu sistemi One Stop Shop në pikën kufitar Morin u vlerësua si një praktikë që ka transformuar menaxhimin kufitar, duke ulur pritjet dhe kostot për bizneset dhe qytetarët. Drejtori Llugaliu theksoi se prania doganore e Kosovës në Durrës nuk është vetëm një zgjidhje teknike, por një instrument me rëndësi strategjike për rritjen e konkurrshmërisë dhe zgjerimin e aksesit në tregjet rajonale dhe ndërkombëtare. Në takim u diskutua dhe për thellimin e digitalizimit, shkëmbimin elektronik të dhënave dhe forcimin e bashkëpunimit në hetime të përbashkëta si masa kyçe për rritjen e transparencës, sigurisë dhe luftën kundër aktiviteteve të paligjshme. Në përfundim, palët riafirmuan angazhimin për të avancuar më tej partneritetin institucional, duke e konsideruar bashkëpunimin doganor si një faktor të rëndësishëm për lehtësimin e tregtisë dhe zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm të Kosovës dhe Shqipërisë.